Të nderuar miq, mirë se erdhët në episodin e 12 Takimet e UTN. Siç e njoftuam edhe në episodin e mëparshëm në atë të 11, sot do të vijojmë shpjegimin për pensione suplementare dhe do të shpjegojmë për 3 kategori punonjësish. Do të shpjegojmë për ushtarakët, për pilotët fluturues dhe për ushtarakët e nëndetësve. Por çfarë parashikon ligji shqiptar për pensionet shtesë apo edhe për trajtimet e veçanta? Të nderuar miq, nëse kjo temë përbën interes për ju, unë juftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube të UTN Unaj dhe të ndiqni të plot këtë episod në mënyrë që të mësoni më shumë se çfarë të drejtash ofron ligji shqiptar për sigurime shoqërore, njëkohësisht dhe çfarë të drejtash ofrohen për pensione suplementare apo edhe për trajtimet e veçanta. Të nderuar miq, fillimisht do të shpjegojmë të drejtat që kanë ushtarakët për pensione suplementare ose për pensione shtesë. Dhe kur neve flasim për ushtarakët, do të thotë që flasim për ato kategori punonjësish të cilët përfshihen si ushtarakët në forcat e armatosura, punonjësit e policisë së shtetit aktiv, punonjësit e gardës që gjenden në karrierë. Njëkohësisht flasim për punonjësit e shërbimit informativ, për punonjësit e Agjencisë së Inteligjencës dhe të Sigurisë së Mbrojtjes. Flasim për punonjësit e policisë së burgjeve, për punonjësit e policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit. Flasim për punonjësit e shërbimit të kontrollit të brendshëm. Njëkohësisht, në këtë kategori ne do të shpjegojmë edhe për familjarët e këtyre. Pra, familjarët të cilët do të gëzojnë një pension pleqërie plus një pension suplementar për ushtarakët në rast se i afërmi ose familjari i tyre nuk jeton më ose ndron jetë. Por cilat janë rregullat bazë kur neve flasim për pensionin suplementar për ushtarakët? Si edhe në rastin e individëve të cilët kryejnë funksione të veçanta kushtetuese, apo edhe të profesorëve të universiteteve, është pikërisht buxheti i shtetit dhe njëkohësisht kontributet e këtyre individëve që nesër do të jenë përfitues të një pensioni suplementar apo të një pensioni shtesë, të cilët në këtë rast derdhin kontributet e tyre në buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Buxhet i cili nesër përdoret për pagesën e pensionit suplementar. Por cilat janë rregullat bazë që neve do të duam të shpjegojmë sot për ushtarakët? Ajo që është themeltare është që pensioni suplementar që përfitojnë ushtarakët është një pension i cili garantohet me ligj, por është një pension i cili përfitohet si e drejtë që në momentin që fitohet e drejta për pension pleqërie. Pra, kur një ushtarak fiton të drejtën për një pension pleqërie, ai njëkohësisht fiton të drejtën edhe për një pension suplementar. Po, si llogaritet pensioni suplementar dhe cilat janë rregullat bazë për përfitimin e këtij pensioni suplementar? Përfitimin e një pensioni suplementar, si edhe në rastin e pensionit të pleqërisë, janë 2 kritere bazë. E para, në këtë rast individi duhet fitojë të drejtën në një pensioni të pleqërisë sipas ligjit të sigurimeve shoqërore. Dhe nga ana tjetër, që të përfitojë këtë pension suplementar, nevojitet në këtë rast që ky individ të ketë derdhur edhe kontributet për pensionin suplementar. Pra, e thënë në mënyrë shumë të thjeshtë që ky individ duhet të ketë edhe një periudhë kontributive ose ndryshe një periudhë sigurimi. Por, në rastin e ushtarakëve në profesionet veçanta ose për kategoritë të veçanta, për shkak të vështirësive që ofron vendi i tyre punës, ligji i ndihmon këta individ duke u njohur masën e kohës së periudhës së sigurimit me 1.5. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që nëse një individ ushtarak për kategoritë të veçanta të kësaj kategorie punonjësish ka kryer vetëm 1 vit pune, atëherë për shkak të vështirësisë së punës, periudha e tij sigurimi do të shumësohet me 1.5 dhe në fund do të llogaritet 1.5 vite si periudhë sigurimi. Dhe kjo në këtë rast është ajo çka ligji mundson këtyre individëve pikërisht për shkak të vështirësive të tyre të punës. Dhe nga ana tjetër, kur neve flasim për pension suplementar, gjithmonë kemi për bazë një pagë reference. Po në rastin e ushtarakëve, kush është paga e referencës?
Paga e referencës me të cilën llogaritet pensioni suplementar është pikërisht paga neto mujore. Dhe çfarë do kuptojmë në këtë rast me pagë neto mujore? Do të kuptojmë pagën neto të një muaji që është baraz me pagën bruto që individi ushtarak i punësuar merr, të cilës janë zbritur paraprakisht. Pagesat për sigurimet shoqërore, pra kontributet për sigurime shoqërore, kontributet për sigurime shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat, por njëkohësisht edhe kontributet për pension suplementar. Pra, kjo pagë që del në fund të muajit njihet si paga e referencës. Por njëkohësisht të nderuar miq, neve thamë në këtë rast që individi përfiton pensionin suplementar në momentin që ai individ përfiton edhe pensionin e pleqërisë. Por në rastin kur kemi të bëjmë me një ushtarak invaliditet, a përfiton dhe një pension suplementar? Po të nderuar miq. Pensioni suplementar një ushtarak mund ta përfitojë si në rastin e pensionit të pleqërisë, njëkohësisht edhe në rastin e pensionit të invaliditetit, qoftë ky plot apo edhe i pjesshëm. Dhe njëkohësisht në rastin e mungesës së ushtarakut largimit të tij nga jeta, familjari i cili përfiton pensionin e pleqërisë sipas legjislacionit shqiptar, do të përfitojë njëkohësisht edhe pensionin suplementar ose pensionin shtesë mbi pensionin e pleqërisë. Pra të nderuar miq, pensioni suplementar është një pension që trashëgohet tek familjarët e ushtarakut të ndëruar jetë. Çfarë duhet kemi në vëmendje neve kur flasim për përfitimin ose për pensioni suplementar që përfitojnë këta ushtarak? Është e rëndësishme për të kuptuar se si përllogaritet dhe sa është masa e këtij pensioni. Ligji shqiptar përcakton në këtë rast që pensioni suplementar i pleqërisë për ushtarakët ose ndryshe pensioni shtesë për ushtarakët llogariten si 1% e pagës mesatare referuese neto mujore. Kur pagë mesatare referuese neto mujore në këtë rast kemi të bëjmë me pagën neto që e shpjeguam, pra paga bruto mujore të cilat janë zbritur të gjitha detyrimet, dhe kjo pagë referuese një mujore mblidhet përgjatë gjithë periudhës që individi ka derdhur për pensionin suplementar kontributet në këtë rast dhe pjesëtohet për numrin e muajve për të cilën ai ka derdhur kontribute, dhe paga që del në këtë rast është pikërisht paga mesatare referuese neto mujore. Pra 1% i kësaj page përbën atë që është pensioni suplementar i pleqërisë. Por pensioni suplementar i pleqërisë për ushtarakët nuk mund të jetë më e lartë se 50% e pensionit të pleqërisë. Njëkohësisht, kur ne flasim për pension suplementar, duhet kemi në konsiderat edhe një të drejtë që njeh legjislacioni shqiptar, ku pensioni suplementar ose pensioni shtesë i pleqërisë për ushtarakët indeksohet me të njëjtat rregulla siç indeksohet edhe pensioni i pleqërisë. Dhe ky indeksim bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave për çdo vit që është një detyrim ligjor që ka qeveria kundrejt skemës së pensioneve dhe kundrejt pensioneve në tërësi, dhe për sa kohë dhe për cilën mas indeksohet pensioni i pleqërisë, me të njëjtën mas indeksohet edhe pensioni suplementar për ushtarakët. Të nderuar miq, kategoria e dytë e punonjësve, të cilët janë përfitues si një pensioni suplementar që do të trajtojmë sot, janë pikërisht ushtarakët në forcat etare. Por cilat janë kriteret që duhet plotësojnë këta individ që të përfitojnë një pension suplementar? Dhe kriteret janë dy. Fillimisht ata duhet të përfitojnë të drejtën e një pensioni pleqërie në bazë të gjitha rregullave dhe kritereve që përcakton ligji shqiptar për sigurimet shoqërore. Dhe së dyti, ata në këtë rast për të përfituar këtë trajtim të veçantë financiar përmes një pensioni suplementar, ata në këtë rast duhet të realizojnë edhe një periudhë minimale shërbimi në pikërisht në funksionin e efektivit lundrues ose në këtë rast ushtarakut në forcat etare me një numër minimalisht 7 vite kalendarike ose me një periudhë maksimale 12.5 vite kalendarike. Dhe në këtë rast masa e përfitimit të këtij pensioni suplementar është nga 20
deri në 50% të pagës referuese. Por çfarë do të kuptojmë në këtë rast me pagë referuese? Si edhe në rastin e ushtarakëve, paga referuese në këtë rast është paga neto në të cilën ati janë zbritur të gjitha detyrimet mujore, dhe kur me detyrime mujore në këtë rast do të kuptojmë të gjitha derdhjet që ka realizuar në buxhetin e shtetit për tatimin mbi të ardhurat, për kontributet për sigurime shoqërore, kontributet për sigurime shëndetësore dhe njëkohësisht edhe për kontributet për pensione suplementar. Nga ana tjetër, ligji sërish përcakton që shuma e pensionit të pleqërisë plus pensionin suplementar nuk mund të jetë më e madhe se 50% e pagës referuese. Të nderuar miq, siç e shpjeguam edhe në rastin e indeksimit të pensionit suplementar për ushtarakët, edhe në rastin e pensionit suplementar për ushtarakët në forcat detare, sërish ata indeksohen me të njëjtat rregulla siç indeksohet edhe pensioni i pleqërisë. Dhe risjellim sërish në vëmendjen tuaj që kur flasim për indeksimin e pensionit, do të thotë që qeveria shqiptare ka detyrimin ligjor që çdo vit në bazë të normës si inflacionit të produkteve të shportës, ata në të rast të bëjnë edhe indeksimin e pensioneve të pleqërisë, pensioneve të suplementare si për ushtarakët, edhe në këtë rast për ushtarakët e forcave detare. Dhe ky indeksim është një detyrim ligjor që çdo qeveri realizon në një vit kalendarik. Ndërsa kategoria e tretë e ushtarakëve që do të trajtojmë sot, që janë përfitues të pensionit suplementar, janë pikërisht pilotët fluturues. Pilotët fluturues kanë thuajse të njëjtat rregulla për përfitimin e pensionit suplementar si edhe kolegët e tyre ushtarakë që neve cituam dhe shpjeguam më lart. Pilotët fluturues në këtë rast që plotësojnë kushtet për një pension pleqërie dhe njëkohësisht ata përfitojnë edhe të drejtën për një pension shtesë apo edhe një pension suplementar në masën 25% të pagës referuese. Kjo gjithmonë në varësi të periudhës së tyre të shërbimit. Njëkohësisht, siç tham, edhe për ushtarakët e forcave detare, paga e pensionit të pleqërisë plus paga e pensionit suplementar për pilotët fluturues nuk mund të jetë më shumë se 50% e pagës referuese të pilotit fluturues. Dhe kjo, kur ky pilot ka dalë në rezervë, është në lërim apo edhe pension pleqërie. Të nderuar miq, neve në këtë rast të shpjegojmë në mënyrë shumë përmbledhta si rregullat më të domosdoshme për të kuptuar se çfarë të drejtë ju garanton ligji shqiptar në rastin që po shpjegojmë për ushtarakët, si për ushtarakët e forcave të armatosura, si për ushtarakët e forcave detare, apo edhe për pilotët fluturues. Njëkohësisht, edhe në rastin e pilotëve fluturues, pensioni suplementar indeksohet si dhe të gjithë pensionet e tjera suplementare në bazë të rregullave që indeksohet edhe pensioni i pleqërisë. Pra të nderuar miq, ligji ofron kushte ose rregulla thuajse të njëjta për indeksimin e pensioneve, njëkohësisht për sa i përket masës së përfitimit të pensionit suplementar, rregulli bazë është që këta individ ushtarak të duhen të plotësojnë një kriter, që është përfitimi i pensionit të pleqërisë në varësi të gjitha rregullat që përcakton ligji shqiptar për sigurime shoqërore dhe më tej, koha ose periudha e sigurimit është ndryshme, pasi edhe vetë profesionet dhe vështirësitë e tyre janë të ndryshme dhe në varësi të periudhës së sigurimit përllogaritet në këtë rast edhe masa e pensionit suplementar. Të nderuar miq, në pjesën e dytë të episodit të 12 takimet e utën do t'i përgjigjemi 3 pyetjeve tuaja. Pyetja e parë është: arriten pensionet suplementare për ushtarakët në forcat detare apo pilotët fluturues? Jo, të nderuar miq, ligji shqiptar për sigurime shoqërore njeh vetëm indeksimin e pensionit suplementar dhe jo rritjen e tyre. Dhe rregullat e indeksimit në këtë rast janë të njëjtësuara me rregullat e indeksimit të pensionit të pleqërisë, që nuk kuptohet me të njëjtë masë që indeksohet pensioni i pleqërisë, që në këtë rast ligji shqiptar përcakton që do jetë e barabartë me normën e inflacionit të produkteve të shportës, me të njëjtën masë në këtë rast indeksohet edhe pensioni suplementar. Sa herë në vit indeksohen pensionet e pleqërisë, po
aq herë indeksohen edhe pensionet suplementare. Pra, ligji në këtë rast specifikon që pensionet e pleqërisë indeksohen. Pyetja e dytë është, në rastin kur një ushtarak është shkarkuar nga detyra me pa të drejtë, e humbet ai të drejtën për pension suplementar. Kur ky shkarkim nga detyra e ushtarakut është klasifikuar e pa drejtë në bazë të një vendimi gjykate, atëherë ky ushtarak nuk e humbet të drejtën për pension suplementar, por ligji në këtë rast e ndihmon këtë ushtarak dhe përcakton se vjetërsia në shërbim që përfshinte edhe kohën e pezullimit të tij nga detyra ose të shkarkimit nga detyra, do të njihet në këtë rast edhe si periudhë sigurimi për efekt pensioni. Pra, për të gjitha të periudhë që ai është shkarkuar nga detyra me pa të drejtë, ligji në këtë rast këtë periudhë do t'ja njohë edhe si periudhë sigurimi për efekt pensioni. Dhe pyetja e tretë shtrohet: a mundet të mblidhen të gjitha vjetërsitë që një ushtarak ka në institucione të ndryshme pikërisht për efekt pensioni për të përfituar pensionin suplementar? Po, të nderuar miq, vjetërsia e shërbimit e cila parashikohet sipas ligjeve për statusin e ushtarakut të forcave të armatosura apo për statusin për policinë e shtetit, për Gardën e Republikës së Shqipërisë, për shërbimin informativ e të tjerë, janë vjetërsi të cilat mund të bashkohen për efekt të sigurimit të pensionit suplementar, të cilën e ka garantuar ose e garanton ligji shqiptar. Të nderuar miq, ky është episodi ynë për sot. Shpresojmë shumë, si edhe episodi më parshëm, të kenë dhënë të gjithë informacionet që ju është nevojitur për të mësuar më shumë mbi pensionet suplementare në Republikën e Shqipërisë. Nëse keni pyetje, paqartësi apo doni të ndani përvojën tuaj me ne, unë ju inkurajoj të publikoni në komentet në kanalin tim në YouTube të Utanunaj. Unë do t'i lexoj ata me shumë kënaqësi dhe do t'i përgjigjem të gjithë pyetjeve tuaja në momentin më të parë. Për të gjithë ju miq që ju ende nuk e keni bërë, unë juftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube të Utanunaj Kortoçi në mënyrë që të merrni në kohë reale të gjithë informacionet dhe njohuritë që neve përcjellim përmes episodeve tona për çështjet e ekonomisë, por edhe për pensionet në veçanti. Mos harroni të shpërndani këtë video te miqt apo familjarët tuaj. Së bashku ne mund të bëjmë më shumë individ të informuar. Të nderuar miq, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të takohemi në takimin e radhës Takimet e Utën. Miru takofshim.